Sjellja e dhunshme në avion dënohet me 18 muaj burg shqiptari në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një pasagjer i Delta Airlines, Mario Nikprelaj, 24 vjeç me origjinë nga Shqipëria, u dënua me 18 muaj burg pas një incidenti të rrezikshëm në ajër. Ai u përpoq të hapte derën e daljes emergjencës dhe u përlesh me një asistent të fluturimit duke kryer një ulje emergjente. Incidenti ndodhi gjatë fluturimit SkyWest 3612 nga Nebraska në Detroit në korrik të vitit të kaluar. Nikprelaj, banor i Shelby, Nikprelaj u deklarua fajtor për ndërhyrje në punën e ekipazhit dhe sjellje të çuditshme në bordin e avionit. Ai gjithashtu do të vuajë një mandat 2 vjeçar lirimi të mbikëqyrjes pas përfundimit të burgut. Prokurorët raportuan se shqiptari 24 vjeçar shkaktoi probleme që para ngritjes së avionit duke refuzuar të vendoste rripin e sigurimit dhe duke bërë deklarata shqetësuese ndaj ekipazhit. Gjatë fluturimit ai shtyu dhe kërcënoi me vdekje një asistente, ndërsa përpjekjet e pasagjerëve për ta qetësuar dështuan. Në kulmin e incidentit, Nikprelaj tentoi të hapte derën e emergjencës duke shkaktuar devijimin e avionit drejt Cedar Rapids, Iowa për një ulje emergjente. Pas zbarkimit, autoritetet gjetën një shishe me 41 pilula të dyshuara si Xanax që nuk ishin emrin e tij. Ai u akuzua për sjellje të çrregullt, sulm, posedim të ilaçeve me recetë, shkelje të pullës tatimore dhe ngacmim të shkallës së parë. Historia kriminale e Nikprelajt përfshin sulm ndaj një oficeri policie, dhunë në familje dhe vepra penale të lidhura me drogën. Në vitin 2020 ai u akuzua për sulm ndaj të dashurës së tij dhe vjedhje të një borpastrueses në Detroit.